Po tash të na trejat, normali kena ato teket e tona. S'kena qef më përzi shumë, po ka njerë do të më bë kishtë sponin edhe për me që mirë, është fjalla, si për me që keq, normal. A ja qëtë kofën s'do më ngjas? Ja qes, ma qet. Ashtu të pështo qojna mirë, se mësu ma qitë, mësë mja qitë. S'besoj që e kishëm që mirë. Ja, jo, valoj, s'jallon eq. Pak ma oshë. Ja, pak ma. Ja tham, shka është për mja thonë, shtu me majtë, shka me majtë. Tash është kohë tjetër, tash që na normal, për me që mirë, do të me pas të njëjtë në gjuhë. Për mësë me që mirë, valoj, tash të kërkursat nuk po doran. Fëmija ytë nuk po doran ose në dikush tjetër. A jetën me vjerri kallëzëna? Po. Me vjerri? Aha, vjera është ajo. Vjera. Dhe po delsh me vjerë? Po, dal, me pi kafe, kohën e lirë, kur të kam pak kohë. A të ka pëngu fillim se ta shtyri këtu të sotit nuk dojnë asë një me jetu me vjerri? Shumica? Jo, valoj, s'u kanë pëngu. Që kjo bujnë vjerra, pëse s'po dojnë me jetu me vjerri? Po tash të na trejat, normali kena ato teket e tona. S'kena qef më përzi shumë, po ka njerë do të më bë kishtë sponin. Më shiljen një sinë një bashkë? Po, bashkë. Edhe për me që mirë, është fjalla, si për me që keq, normal. A keni mësë marrëveshje me vjerë? A ja qëtë kofën s'do më ngjas? Këto adetet shikan? Ja qes, ma qet. Ashtu të pështo qojna mirë, se mësu ma qitë, mësë mja qitë. S'besoj që e kishëm që mirë. Po vala, ama jo, është e mirë, nuk banë dishka që adish, ma prish disponimin ose dishka unë një manë, po normal, e fëmin që shkaj vetë në punë, i këqyër, s'kam. A të përdi me këke me fatë? Po vala, te që tash po, inshallah vazhdaj. Më do vështë si tipi që nuk jalen heq, kërqish? Ja, jo valoj, s'jallon heq. Pak ma oshë? Ja, pak ma. Vjerë, non, po? Ja tham, shka është për mja thonë, shtu me majtë, shka me majtë. Tash është kohë tjetër, tash që na normal, për me që mirë, do të me pas të njëjtë në gjuhë. Për mësë me që mirë, valoj, tash të kërkursat nuk po doran. Fëmija ytë nuk po doran ose në dikush tjetër. Qka të ka pengu të në fillim të lidhjes të bashkëshortje, të burrejat? Ke dalë të jakin ndryshu që ato, ose ka hekaj? E me punu, s'ka pas qef kur me punu. Më mojtë në gratë e e më mojtë. O, ne, qeth me ne në shpe, po tash të apo tham koha ndryshon. Asha punojmë tash vile? Të dytë punojmë, tash a ka shumë në Gjermani, one jetoj këtu veç me vjerri për momentin, me fëmi sa të shkoj edhe onë. Ti kësërja prenda, edhe fëmi të tu edhe prend. Ishë më sërën, shko. Ja, s'kam qarë. Amo jo, është kaqë më majtë burrin në gratë grusë. Jo, pa moj atëherë u kanë fillimi, fillojnë pak gjelozi, dikur ata na mo ambjetojsh me këtë senat të kuptojsh qyshet e edhe mos besoj. Tash mos kena. Apo bëna tash atja, pjeshëm pare? Po na qojnë, thonë me këtë rogën, shka me ba? Shka me ba me këtë rogën, më shkojnë vish për fmi. Në vetit kish më kollu, që kjo? Edhe viva. Edhe viva të kish më kollu. E falenderit shumë për Falenderit e për juve, kalofshit mirë, falenderit. Gjithë mirë. Na të reganë që ka qenë dashuria ju? Ka qenë si në filma. Se si në filma? Se që ashtu e në ataku një vend që krejthojnë që kërës më nëshme gjithë dashurin e jetës, do me thonë në diskotek. Nuk ka diskoteka që shpo me nane. Ka edhe njerës që dojnë për interes, ka edhe dashnit vërtet. Përveç tradhtis, gjithë shka ka në zgjidhje. A falet ajo? Jo, valla. Në kohën kër jam lidhën e me ta, këm pas ka gjashën probleme personale. U kun krahi djathë që thojnë për mu, edhe që jem ka bo për vete. Prej nga jeni? Prej Mitrovicës. A je martu me po? Po. Që sa ko? Që 3 vjetë gati. A na të reganë që ka qenë dashuria ju? Ka qenë si në filma. Se si në filma? Se që ashtu e në ataku një vend që krejthojnë që kërës më nëshme gjithë dashurin e jetës, do me thonë në diskotek. Diskotek, ua. Edhe gjithë shka ka ndodhë kështë pa pritë mas, ama u kun shumë mirë. Pse thonë që së më nëshme gjithë diskotek, sa vone kom një Po se di, po krejthojnë se nuk është serioze, që ata gjithë kështë shkojnë atë më knaqe, kështë të shkojnë kërkosh për me taku dikan. Te ja ke dalë shumë? Fjaj, 2 jetë. Së është që jëmë dalë shumë, po kur jëmë dalë, jëmë taku. Tash, më se që në martua, për dhe në diskotek, a keni kry? Dalë jëmë nga njëherë, po tash na u ka bo dhe një fëmijë dhe është pak ma ndryshe. A punoni diçka? Po, punoj në call center. A keni pas nëjë paragjykim ose diçka në lidhje, gjelozi?
Jo. Jo. Pas dikush që se ka pëlqy lidhni ju, në shoqni. Jo, valla, se dy t'i kena pas kështu shoqnin shumë pak, nuk i kena pas kështu rrithin e gjunë që me thonë, gjithë qka u kun shumë mirë. A mendon që ekziston dashuria e vërtet sot? Apo u shndrun interes krejt? Ka edhe njerëz që dojnë për interes, ka edhe dashni të vërtet. Tash s'muj me thonë, as s'muj me paraqyku kërkojnë që me thonë ka ose s'ka, po varet. Tash edhe jam të undosh shumë, që me në cilë është fakturi kryesor. Po hinë shumë të rinë lidhje dhe po ndohen me njerë. Edhe që më intereson e kam fija. Se di veç mendoj që se cili problem ka zgjidhje. Kështu që veç duhet mu nalë edhe me fol, me këqyr, me gjitë zgjidhjen edhe një gjutë përbashkët edhe përveç tradhtis, gjithë qka ka Ja, a falet ajo? Jo, valla. Nuk falet a. Po shonë së dyta, meriton me i dhonë partnerin? Mas tradhtisa? Jo, mas tradhtis, po kështu në lidhje. Në lidhje po, normal. Ja, s'falet, s'ki që e për shonë së dyta. Po, normal. A ke Gjithë thonë kosha për meriton një shansë dytë. Së më ka ra se s'është që ka gabu na i san që me thonë që mi dhonën e shansë dytë, po nështë edhe ja kësha dhonë. E qka ka qenë një diçka që t'ka bu për vete, t'ka fitu zemrë, t'ka ljonë për shkite detalje? Në kohën kur jem lidhën e me ta, këm pas ka gja shumë probleme personale, që s'është nevoja mi cek, u kun krahi djathë që thojnë për mu, edhe qa jem ka bu për vete. Për çka je pishman mas shumë të diçka një jetë? Për kur gjë, gjithë qka ndodhë për një arsye. Vështirësia më e madhe që e ke kalu? Gjithmonë se të dënë me ndonë. S'po di, moj me thunë ashtë ashtë azania, se dhe ishtë ashtë që kom pas naj farë vështirësi e ti për të madhe, për normal mu punu në shumë zërë. Se që ashtu i ka ato vështirësit e veta prej fillimit e dere t'lind fëmija. Apo në tregon cili është mësimi më i rëndësishëm që e ke marrë një jetë? Mësimi më i rëndësishëm që e kom marrë një jetë është mos me paraqyku kur kërkon, pa ullë dhe me fol me ta, me kuptu çka u kun problemi për një me. Pse e ka vepru qashtu, pse e ka bu qata. Çka i kështë sugjeru ose një këshill që ty në të rive për dashuri? Si ju qenë këni shambull shumë? Plus ko ki njoftu në diskotekë, mi ju thonë që nuk është diskoteka që shumë e në. Se di, ju kësha sugjeru mull me ngu një tjetrin sa ma shumë, me dash sa ma shumë edhe që kjo është qilë. Tregon që nuk ka diskoteka në diskotoj? Nuk ka diskoteka që shumë e nane. Më në edhe fatin me qinë diskotekë. Po, më nësh gjithkon, ju veç në diskotekë, po edhe naj vend që është edhe maj paraqykum në ashtë se diskoteka, kur s'më nësh me ditë ku është fate. A i ka pengu aty, sa i pengon nëse del të ta është veç më shuqë në diskotekë, pa ta? Po s'dal, valla, se ju që më nalaj, po tashun edhe jam nane, kështu të edhe se preferoj vetë mu. Po ti ato e lene shumë. Po e lupus, aj edhe ma shumë se unë, s'ka qef me dal. Faleminderit shumë për kohën tonë. Faleminderit edhe juve.